Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka pranuar publikisht për herë të parë se trupat e tij janë aktiv në krahinën ruse të Belgorodit në kufi me Ukrainën. Në një video fjalim në orët e vona të së hënës, Zelensky bëri me dije se ishte informuar nga kryekomandanti General Oleksandr Syrskij për situatën në vijën e frontit përfshi praninë e forcave të Kievit në krahinat ruse të Kurskit. Trupat ukrainase vijojnë të kenë në kontroll një zonë të vogël pasi nisën një ofensivë madhore atje vitin e shkuar dhe atë të Belgorodit, duke falendëruar disa njësi të ushtrisë që po mbronin Ukrainën, përfshirë regjimentin e 225 të sulmit të dislokuar në Belgorod. Vijojmë të ndërmarrim operacionet aktive në zonat kufitare të territorit armik dhe kjo është absolutisht e drejtë, pasi lufta duhet të kthehet aty ku filloi, vijoi mëtej Zelensky, sipas të cilit objektiv kryesor i veprimeve në dy krahinat ruse ishte mbrojtja e krahinave ukrainase kufitare të Sumit dhe Harkivit, si dhe për të ulur presionin në pjesë të tjera të vijës së frontit, veçanërisht në krahinën lindore të Donetskut. Muajin e shkuar ushtria ruse raportoi se ukrainasit ishin përpjekur të hynin në Belgorod, por duke pretenduar se sulmet të tilla ishin mbrapsur. Presidenti rus Vladimir Putin nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të 2022 dhe aktualisht Moska kontrollon 20% të territorit të vendit fqinj. Kremlini ka hedhur poshtë pretendimet e SBA-s dhe BE-s se Putin po zvarrit arritjen e një arpushimi të kërkuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Ky fundi ndërkohë u shpreh për gazetarët se nuk ishte i lumtur me ato që po ndodhte dhe akuzoi Rusin se po bombardonte si e çmendur Ukrainën. Të premten e shkuar 20 persona mes së cilëve edhe 9 fëmijë humbën jetën si pasojë një sulmi raketor rus ndaj qytetit Ukrainas, të krivi i ri vendlindja e Zelenskit.